Me ftesë të presidentit të Komitetit Olimpik Shqiptar, zotit Fidel Ylli, ka mbërritur në Tiranë për një vizitë pune presidenti i Komitetit Olimpik të Kinës dhe njëherësh ministri i sportit, zoti Gao Zhidane. Në një ceremoni madhështore, presidenti Gao Zhidane është pritur në zyrat e Koksh nga presidenti Fidel Ylli, zëvendës presidenti Erlind Pëllumbi, sekretari i përgjithshëm Gerti Shima, zëvendës ministri i Arsimit dhe Sportit Endrit Hoxha, rektori i Universitetit të Sporteve Agron Kasa, drejtoresha e Akademisë Olimpike Enkelida Çaushi dhe nga anëtarët e Komitetit Ekzekutiv. Presidenti i Koksh, zoti Fidel Ylli, në fjalën e tij ka vlerësuar miqësinë mes dy popujve ndër vite dhe kontributin e ndërsjellë në disa fusha të jetës dhe e cilësoi këtë vizitë si një moment historik për të thelluar edhe më shumë bashkëpunimin në sport. Sot është një ditë e gëzuar për lëvizjen olimpike shqiptare. E kam dashur prej kohësh këtë takim, pasi miqësia shqiptaro-kineze është një miqësi e hershme dhe ne nëpërmjet sportit mund të jemi një urë lidhëse bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve, dy popujve tanë. Kjo është një vizitë shumë e rëndësishme, pasi imazhi i Kinës në sport është lider botëror përsa i përket sportit, po i të gjitha sporteve. Presidenti Gao Zhidane është prehur i impresionuar nga pritja që është bërë dhe theksoi se miqësia mes Kinës dhe Shqipërisë është shumë e rëndësishme dhe bashkëpunimi mes dy komiteteve olimpike do të vijojë të forcohet edhe më tej. Më pas, presidentët kanë firmosur memorandumin e bashkëpunimit, i cili konsiston në zhvillimin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë mes dy komiteteve, shkëmbimin e eksperiencave në disiplina të ndryshme sportive, mbështetje me kualifikime dhe trajnime, si edhe në administrimin sportiv. Gjithashtu do të krijohet një bashkëpunim konkret mes universiteteve të sporteve në shkencë dhe mjeksi sportive. Pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit, të dy presidentët dhanë edhe një konferencë për mediat. I dashur president, uroj që kjo firmosje sot e këtij memorandumi të jetë një gur themeli për bashkëpunimin e vazhdueshëm të lëvizjes olimpike shqiptare me atë kineze dhe të federatave tona me federatat kineze, pasi siç e thash dhe në takimin më lart, që Kina sot është në elitën botërore të sportit në të gjitha federatat. Ne do të përfitojmë shumë nga ky bashkëpunim. Faleminderit e njerëzit.